221 hektar është sipërfaqja e përmbytur në territorin e bashkisë Shkodër, ndërsa Oboti vijon të jetë fshati vetëm i bllokuar nga uji, ku kalimi i drejtë kësaj zone kryhet vetëm me mjete të tonazhit të lartë. Niveli i ujit mbi rrugë arrin në mbi 40 cm. Pranë fshatit Oboti janë të dislokuara forcat armatosura me 3 mjetet kalueshmërisë së lartë me 8 efektiv që po asistojnë banorët në kalimin e këtij segmenti në ujë. Sipërfaqja e tokës bujqësore të përmbytur vlerësohet në 100 hektar në fshatrat Obot dhe Muriqan, 20 hektar në Pentar të Dajqit dhe 101 hektar në Velipoj. Nivelet e ujit në Lumejt, Bunë dhe Drin mbeten të kontrolluara brenda parametrave. Në urën e vjetër të Bunës, niveli është 8.10 metra, në urën e Baqallëkut Lumit Drin 7.50 metër, ndërsa në Dajq kuota e Bunës është 6.20 metër. Rënja e prurjeve në Lumejt, Kirë dhe Gjadër, nga mungesa e rreshjeve dhe ulja e temperaturave po ndikon pozitivisht në stabilizimin e situatës hidrike. Në territorit e bashkive Vaudeës, Puk dhe Fusharës nuk evidentohen probleme, ndërsa në malësi të madhe ka patur tërheqje të ujit në zonën e quajtur Rezervreshtit, njësi administrative Kastrat, ku po punohet të lirohet ky aks. Sipas të dhënave të Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit, hidrovorët vijojnë të punojnë, duke garantuar menaxhim të prurjeve. Ndërkohë nga kaskada e Drinit, prurjet në hidrocentralën e Fierzës janë 1500 m3 në sekond, në Koman 500 dhe në Vaun e Dejes 60 m3 në sekond. Nivelet në këto 3 hidrocentrale janë Fierza 289.8 metër, Koman 173.3 metër dhe Vau i Dejes 74.9 metër. Kesh bën me dije se prodhimi ditor në të 3 hidrocentralet arrin në 16.300 MW në orë, ndërsa shkarkimet vijojnë nga Komani dhe Vau i Dejsi, secili me nga 700 m3 në sekond, në total 1400 m3.